Në këtë edicion do të ndiqni. Përfundon procesi i numërimit të votave në qendrën komunale të numërimit në Gjakov. Kosova gati një vit me qeverinë në detyrë. Fluks pacientësh me grip që po kërkojnë ndihmë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Gjakov. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Kosova gjatë vitit 2025 ka funksionuar pothuajse për një vit të tërë me një qeveri në detyrë, derisa nga qeveria pranojnë se janë me kompetenca të kufizuara, hulumtuesit të shoqërisë civile pohojnë se kjo situatë ka prodhuar probleme serioze ligjore dhe politike. Kosova gjatë vitit 2025 ka funksionuar pothuajse për një vit të tërë me një qeveri në detyrë. Për shkak të krizës politike, Kosova nuk mundi të formojë institucione të reja pas zgjedhjeve të vitit të kaluar të nëntëshkurtit, çka prodhoi zgjedhje të sërishme me 28 dhjetor. Në qeveri në detyrë pranojnë se janë me kompetenca të kufizuara, por thonë se kjo nuk e ka penguar mbarvajtjen e punës, qeverisjen dhe shërbimet për qytetar. Zëdhënësi i qeverisë në detyrë për parim Kryeziu tha se gjatë vitit 2025 janë përuruar qerdhe të reja, stacione të reja të policisë, 2 ura në Mitrovic si dhe janë rritur shtesat për nënat Lehona. Pastaj, thot Kryeziu, ushtrinë e kemi forcuar me drona amerikan dhe po gjatë kësaj periudhe ka shtuar Kryeziu se Kosova është anëtarësuar me të drejta të plota në EQAR dhe Aleancën Evropiane për praktikën profesionale. Ndërkohë që punimet në projekte të rëndësishme të infrastrukturës rrugore me rëndësi si ajo Prishtinë-Mitrovic dhe Prishtinë-Podujev, si dhe studimet e stadiumeve të futbollit siç është ai në Gjilan e Gjakov kanë vazhduar pa pengesa. Mirë po, hulumtuesi në grupin për studime juridike dhe politike, Liridon Salihu, pohon se qeveria në detyrë ka pasur ndikim të konsiderueshëm, pavarësisht kufizimeve që i njeh legjislacioni në fuqi. Rrjedhimisht, secili vendim pra kur marr e në prezencë ato si anëtarë të qeverisë kanë qenë deputet të zgjedhur e të certifikuar, ne kuptojmë që ato vendime janë të kundërligjshme. E dyta është që ka ndodhur shpesh që qeveria i ka tejkaluar edhe kufizimet që janë njohur me ligjin, pra me ligjin mbi qeverinë. Këto kufizime ka të bëjnë tazëm edhe me çështjen e shpërndarjes së disa mjeteve ose marrjes së vendimeve për shtesa ose të kalim të disa autorizime që ne mendojmë edhe që kanë të kaluar dhe autorizimet ose kufizimet sa i përket çështjes së buxhetit. Ndërsa hulumtuesi në Institutin e Kosovës për drejtësi, Naimi Akaj thot se qeveria në detyrë nuk e ka perceptuar veten si të kufizuar në ushtrimin e kompetencave. Keni parasysh qeveria ka miratuar dhe ligj për ndarje buxhetore për të cilën ajo nuk ka mandat. Ajo ka miratuar edhe pagën minimale për të cilën nuk ka mandat. Ajo ka përcjell në Kuvend të Kosovës edhe vendimet për miratimin e buxheteve të komunave të Kosovës. Pa pasur mandat, ajo i ka përcjell në Kuvendin e Kosovës. Pra nuk ka pasur si vetë vakum sa i përket asaj që ka menduar qeveria. Sipas ligjit për qeverinë, një qeveri në detyrë ka mandat të kufizuar dhe nuk mund të marrë vendime me ndikim afatgjat politik, financiar apo institucional. Megjithatë, sipas vlerësimeve të monitoruesve të punës së ekzekutivit, ky parim është tejkaluar në mënyrë të vazhdueshme. Pas një pune intensive në qendrën komunale të numërimit në Gjakov, ka përfunduar procesi numërimit të votave. Zyrtari Armir Rexha i bëri të ditur se tashmë është duke u punuar në krijimin e kushteve për largimin e pajisjeve nga qendra në destinacione të caktuara. Qendra komunale numërimit në Gjakov ka përfunduar mbrëm plotësisht procesin e numërimit të votave. Numërimi është mbyllur gjatë ndrimit të pasdites, duke shënuar kështu përfundimin e një prej fazave më të rëndësishme të procesit zgjedhor. Lajmin për televizionin Syri ka bërë të ditur zyrtari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Gjakov, Armir Rexha, i cili gjithashtu shtoi se sot është duke u punuar intensivisht në sigurimin e kushteve për largimin e pajisjeve nga qendra komunale e numërimit. Si
Sipas tij, pajisjet janë sistemuar dhe do të dërgohen në institucionet shkollore përkatëse, ndërkohë që janë rregulluar edhe materiale të tjera zgjedhore, të cilat pritet që nesër të përcillen për në qendrën e numërimit dhe rezultateve. Zyrtarët të KQZ-s vlerësuan si gjithë procesi ka kaluar pa pengesa dhe në përputhje me procedurat ligjore, duke garantuar transparencë dhe korrektësi në administrimin e votës. Kujtojmë se në këtë proces ishin të angazhuar 12 ekipe të punës, të cilët e përmbyllën punën sipas planifikimeve. Mantelbardhët e urgjencës në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Gjakov, gjatë 3 netëve festive dukshëm ishin të ngarkuar në trajtimin e të gjitha rasteve që u adresuan në këtë qendër mjekësore. Doktori Hamdi Kameri thotë se mbi 100 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore gjatë kësaj periudhe. Festimet e vitit të ri kanë ndikuar që në urgjencën e QKMF-s në Gjakov të ketë një fluks të qytetarëve që kanë kërkuar ndihmë për probleme të ndryshme shëndetësore. Specialisti i mjekësisë familjare, doktor Hamdi Kameri, thotë se për shkak të fluksit të madh, ekipe mjekësore është detyruar që disa kontrolle t'i kryej edhe jashtë urgjencës. Gjatë këtyre ditëve festive normalisht është rrit fluksi, si çdo herë. Ndrimin e kaluar gjatë notës kanë qenë 97 pacienta, kurse notën e 31 dhjetorit kanë qenë 72 pacienta. Edhe me një janar ditën, fluksi ka qenë shumë i madh. Ne si urgjencë numri ka shku në 60 ditën, që është numër shumë i madh, sepse ne merrem vetëm me raste urgjente. Por për shkak të fluksit të madh jemi detyruar me kry vizita dhe jashtë urgjence. Rastet kanë qenë të ndryshme, shtoi doktori Kameri, e më së shumti ka pasur pacient që kanë kërkuar ndihmë nga konsumimi i tepërt i alkoolit. Për këtë periudhë raste më të shpeshta janë me grip, do të dominon gripi, ka edhe raste kur për shkak të përdorimit të mosë të alkoolit, sidomos gjatë ditëve të festave, e rrit fluksin dhe shtohet numri i tyre. Mjekët u bëjnë thirrje qytetarëve që të tregojnë kujdes të shtuar mbrëmjeve festive, ndërsa apeli veçantë u është drejtuar edhe mërkimtarëve, të cilët po qëndrojnë këtë ditë në vend, që të ketë kujdes me shëndetin, ushqimin dhe aktivitetet fizike për të shmangur komplikimet shëndetësore. Në rrugën Ponoshet-Gjakov, një makinë me targa të Shqipërisë ka goditur një shtyllë elektrike dhe përpasoj janë lënduar 3 persona. Rasti është konfirmuar edhe nga policia. Holci Shtes na sjell kronika në vazhdim. 3 persona kanë mbetur të lënduar si pasojë e një vet aksidenti që ka ndodhur në magjistralen Gjakov Ponoshet në fshatin Pëpëc. Aksidenti ka ndodhur pasi një vetur me targa të Shqipërisë ka humbur kontrollin dhe është përplasur me një shtyllë elektrike betoni. Policia ka dalë menjëherë në vendin e ngjarjes. Zëdhënësi i drejtorisë rajonale të policisë në Gjakov, Sheremet Elezaj, përmes një komunikate me shkrim bëri të ditur se sot rreth orës 13:25 në fshatin Pëpëc, komuna e Gjakov, ka ndodhur një aksident trafiku. Sipas informatave fillestare, shoferi një veture dyshohet se ka humbur kontrollin mbi automjetin, ka thënë Elezaj. Ndërkohë, njësia rajonale e komunikacionit rrugor në Gjakov ka dalë në vendin e ngjarjes dhe është duke trajtuar rastin. Ndërkaq nga Spitali i Gjakovës është bërë ditur se 3 persona të lënduar janë pranuar për trajtim mjekësor dhe po marrin kujdesin e nevojshëm shëndetësor. Generatori dhe veturat në rreth rrotullim të rrugës Skënder Shehu po rrezikojnë banorët. Kjo pasi një biznes lokal ka vendosur një generator në afërsi të rreth rrotullimit, duke penguar pamjen për hyrje dhe dalje në rrugë. Të gjendur në një situatë as pak të favorshme, qytetarët kanë kërkuar ndërhyrje urgjente nga institucionet për zgjidhjen e problemit. Në rrugën Skënder Shehu në Gjakov, banorët po përballen me një problem serioz që po rrezikon sigurinë në komunikacion. Sipas tyre, një biznes lokal ka vendosur një generator në afërsi të rreth rrotullimit duke penguar pamjen për hyrje dhe dalje në rrugë. Qytetarët shprehen të shqetësuar pasi kjo gjendje po zgjat prej kohësh dhe nuk është marrë asnjë masë për ta larguar gjeneratorin. Ata thonë se për shkak të pengesës, shoferët nuk arrin të shohin veturat që vijnë nga drejtime tjera. Po shumë problem i madh për lagjën tonë, para edhe 4 muajve keni pasur një aksident këtu, edhe nuk kena kërgjohë kundër bërë biznes, po vetëm bile me pas kërku
me ngrepilëm ja 2 metra kënej generatorin, se ka nuk shife këthej sa shumë problem është. I lutem inspektora Komunës Gjakovës të mirën me këtë çështje se do kanë rajat pjesë edhe me parking kena problem këtu. Tu krejt nalen kërë rreth nuk dinë çfarë rrugë. Sa herë kam pas konflikte me qytetarë. Kështu që i bëj apel inspektorëve të komunës të mirën me këtë çështje. Një qytetar tjetër thot se për shkak të kësaj situate ka pësuar edhe aksident trafiku pasi pamja i ishte bllokuar nga generatori dhe veturat e ndaluara në atë zonë. Në qitë vend, qitë pikin a pas aksident. Kena aksident me fëmijë krejt kohën, po duhet me përcjell fëmijën se nuk shohin shoferat për me hipi kerrave. Krejt kohën është rrezik kjo pjesë. Përveç generatorit, banorët theksojnë se edhe veturat ndalohen shpesh në rreth rrotullim, kryesisht për nevojat të një marketi aty pranë, duke përkeqësuar edhe më shumë situatën. Banorët kërkojnë nga institucionet komunale dhe policia e trafikut që të ndërhyjnë sa më parë të largojnë generatorin nga rreth rrotullimi dhe të ndalojnë parkimin e veturave në këtë zonë. Fëmijët dhe të moshuarit janë kategoria më e prekur nga gripi sezonal, ndërsa vaksina kundër gripit është mënyra më e mirë për të reduktuar rrezikun e infektimit dhe përhapjen e virusit. Në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Gjakov, sot u pa të ketë fluks pacientësh që po kërkojnë ndihmë nga simptomat e gripit sezonal. Rënja e temperaturave dhe të ftohtit të ditëve të fundit ka ndikuar që numri i pacientëve të infektuar me gripin sezonal të shnojë rritjen në gjithë vendin. Situata njëjtë është edhe në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Gjakov, ku sipas doktoreshës Albana Morina, pacientët kryesisht janë me temperaturë, ethe, kollitje e dhimbje fyti. Në QKMF, siç e patë edhe jo, është begi një fluks i madh, kemi një numër të madh pacientave. Pra tash edhe koha e gripnave, pacientët pra paraqiten me shenja si temperaturë, ethe, kollitje dhe dhimbje fyti e këto simptomat. Pra ne ju bëjmë apel njerëzve, pra pacientave që të kenë kujdes në strin në ambiente të mbyllura me numër të madh njerëzve. Tutje doktoresha Morina shtoi se një nga faktorët që ndikon në parandalimin e gripit është edhe ushqimi. Parandalimi më i mirë është edhe mënyrat e ushqyerit, pra që popullata pra të konsumojnë më shumë pemë, perime, pra t'i kushtojnë rëndësi edhe ushqimit, pra dhe të ruhen prej temperaturave të ftofta me dalë shumë në ambientin ftoftë. Por krahas ushqimit, doktoresha tha se është shumë e rëndësishme që në këtë kohë të bëhet edhe imunizimi me vaksinën kundër gripit. Pacientëve ju propozojmë që edhe t'i marrin pra vaksinat kundër gripit, pra kundër influencës, mënyrë që mos të vjen deri te rritja e numrit pra të pacientëve me influencë. Kujtojmë se Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës në vazhdimsi apelon qytetarët për kujdes të shtuar dhe të vaksinohen kundër gripit sezonal si masa më efektive për parandalimin e sëmundjes dhe komplikimeve të saj. Ditët e para të janarit, kinon Hyrje Hana e gjenë me një listë të përzgjedhur të filmave që do të shfaqen. Pas premierës Marti Supreme, cila është planifikuar të shfaqet sonte, lista vazhdon me zgjedhje të tjera në sinkron me kinematografit botërore. Duke qëndruar gjithmonë në sinkron me kinematografi tjera botërore, Kino Hyrje Hana vazhdon me përkushtim rrugtimin e saj, por do sjell pranë adhuruesve filmat më të rinj. Gjatë ditëve të vikendit, lista e filmave që do të shfaqen në kino është mjaft e pasur, duke filluar nga sot, ku në orën 18 do të shfaqet filmi A Mouse Hunt for Christmas, ndërkaq në orën 20 do të shfaqet premiera Marti Supreme. Dita e shtunë do të fillojë me filmin The SpongeBob Movie 4 Search for SquarePants nga ora 13. Filmi dashur për fëmijë Zootopia 2 do të shfaqet me fillim nga ora 15. Shfaqja e filmave gjatë së shtunës nuk do të përfundojë me kaq në Kino Hyrje Hana, ku në ora 17 do të shfaqet filmi Avatar 3 Fire and Ash dhe dita përmbyllet me filmin Anaconda në ora 20.
ndërka që diela ato të filloj me filmin Zootopia 2, që do të shfaqet në ora 13, për të vazhduar me filmin The SpongeBob Movie 4 Search for SquarePants në ora 16. The Housemaid do të jetë filmi që do të shfaqet të dielën në ora 18 dhe dita përfundon me shfaqjen e filmit Avatar 3 Fire and Ash me fillim nga ora 20. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Përfundon procesi i numërimit të votave në qendrën komunale të numërimit në Gjakov. Kosova gati një vit me qeverinë në detyrë. Fluks pacientësh me grip që po kërkojnë ndihmë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Gjakov. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.